Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk e keni ditur më parë, ilaçin më të mirë për gjëndrën tiroide e keni në shtëpi. Lëngu i selinos shqeto dhej, njëkohësisht i freskët është një nga lëngjet më të fuqishme shëruese që mund të ekzistojë. Kjo pije e pastër e gjelbër është mënyra më e mirë për të filluar ditën. Bëje pjesë të rutinës së përditshme dhe shumë shpejt nuk do të rrihet qoftë edhe një ditë të vetme pa të. Ju duhet një tufë me selino. Shpëlaje selinon dhe shtrydhe dhe kështu pije lëngun menjëherë. Nëse përdor mikser, coptoje selinos dhe grije me shpejtësi të lartë derisa ajo të bëhet pure. Kullojeni dhe pijeni atë menjëherë. Këshilla: përdor selino organike në qoftë se është e mundur. Nëse përdor selino tregu, laje mirë sidomos përpara se ta shtrydhësh. Nëse shija e selinos shqeto të duket e fortë, atëherë shto një kastravec ose një kokër mollë. Është një alternativë shumë e mirë derisa të mësohesh me shijen e selinos. Megjithatë, lëngu i selinos ka më shumë vlerë nëse pihet më vete. Nëse 500 ml e kësaj recete për ty si fillim janë shumë, nise me disa glënka dhe shtoje dozën me kalimin e kohës. Gjëndra e tiroides ndodhet në pjesën e përparme të qafës dhe gjithashtu prodhon hormonet të tiroides, të cilat kanë një ndikim në zhvillimin fizik dhe mendor, dhe gjithashtu zhvillimin e qelizave dhe metabolizmin. Sëmundjet ose çrregullimet shëndetësore mund të ndikojnë funksionin e gjëndrës tiroide duke shkaktuar një veprimtari hiperaktive ose të ulët të saj. Ekuilibrat e gjëndrës tiroide janë tepër të rëndësishme për të parandaluar gjithashtu dëmet në shëndet ose procesin e plakjes. Këto ekuilibra munden që të kthehen nëpërmjet konsumit të disa frutave ose perimeve, të cilat njëkohësisht ruajnë edhe shëndetin e tiroides. Boronicat. Boronicat janë gjithashtu të pasura me antioksidantë, të cilët njëkohësisht ndihmojnë edhe në pakstimin e hipotiroidizmit ose veprimtarisë së ulët të tiroides. Studimet gjithashtu kanë treguar se boronicat janë të parat për sa i përket sasisë së antioksidantëve në krahasim me 40 fruta dhe perime të tjera. Boronica gjithashtu nga ana tjetër përmban shumë vitamina dhe minerale tepër të rëndësishme, të cilat ndihmojnë edhe në ruajtjen e shëndetit të trupit dhe shmangjes së sëmundjeve. Qershit. Qershit janë të pasura gjithashtu me antioksidantë dhe nga ana tjetër vitamina që i japin trupit tuaj një nivel të lartë mbrojtje ndaj sëmundjeve. Qershit janë një frut jashtëzakonisht i pasur për ruajtjen e funksionit të tiroideve. Domatet. Domatet janë një burim i zakonshëm i seleniumit. Ai mendohet të jetë i mirë për gjëndrën tiroide duke rregulluar funksionin e saj dhe përmirësuar funksionet imunitare të organizmit. Seleniumi ndihmon në rregullimin e aktivitetit të hormonit të tiroides dhe gjithashtu ajo neutralizon molekulat e përqendrueshme në organizëm, thonë ekspertët. Kungulli. Kungulli është një perime jashtëzakonisht e pasur me antioksidantë dhe të dhënat kanë treguar se kungulli është shumë i mirë për gjëndrën tiroide për shkak të nivelit të lartë të jodit e cila gjendet në të. Gjëndra tiroide ka edhe nevojë për jod në mënyrë që të funksionojë ashtu siç duhet. Nëse keni mungesë të jodit, atëherë gjëndra e tiroides nuk e ka fuqinë e duhur që ajo të prodhojë hormonin e tiroides. Dhe nga ana tjetër duhet të keni parasysh se lakrat e vogla të Brukselit janë njëkohësisht tepër të rëndësishme për sa i përket shëndetit tuaj të gjëndrës së tiroides.
Këto lakra të vogla janë thjesht të mrekullueshme për sa i përket aftësive të saj për të ndihmuar shëndetin e mirë të tiroides. Bizelet. Zinku është i rëndësishëm për gjendrën tiroide dhe gjendet me bollëk tek bizelet. Pamjaftueshmëria e zinkut vihet re shpesh tek femrat, të cilat janë të prekura nga hipotiroidizmi ose shtimi i prodhimit të hormoneve të tiroides. Kjo sepse hormonet e tepërta eliminojnë njëkohësisht edhe zinkun. Kura me lëng hitre për tiroiden. Janë dy lloje problemesh kryesore me tiroiden: hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi. Në rastin e hipotiroidizmit, tiroidja nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Një gjë e tillë ngadalson çdo proces në organizëm. Në qoftë se ju vëreni se po shtoni në peshë apo jeni në kthetrat e depresionit, atëherë ne ju këshillojmë që ju të kontrolloni gjendrën tuaj tiroide. Këto probleme munden gjithashtu që të jenë shenja të një tiroideje tepër të lodhur e cila nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Shenja të tjera të hipotiroidizmit janë po ashtu rënja e flokëve, konstipacioni, përtharja e lëkurës dhe ciklet e çrregullta tek femrat, rrahje të ngadalta të zemrës dhe gjithashtu një përgjumje e përgjithshme. Përbërësit që juve do t'ju duhen për përgatitjen e kësaj recete janë 2 lugë çaj me gjethe hitre të thata ose të freskëta dhe njëkohësisht 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë dhe mjalt. Mënyra e përgatitjes. Shtoni 2 lugë gjethe të hitrës në 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë dhe lëreni për 5 deri në 10 minuta. Pijeni 2 deri në 3 herë në ditë për 15 ditë minimalisht. Dhe vetit e hitrës janë të pabesueshme për shëndetin pasi hitra është e njohur për vetit e saj. Kjo është një burim i pasur ushqyesir si për shembull vitamina A, vitamina B6, kalcium, hekur dhe jod. Prezenca e cila gjendet tek jodi dhe te hithra ndihmon për të plotësuar mungesën e jodit në organizëm, e cila mundet gjithashtu që të përbëjë një shkak për hipotiroidizmin. Gjithsesi, ju duhet të keni parasysh që të shtoni në ushqimin tuaj disa produkte të këshilluara si për shembull vezë, mish, peshk, ushqime si për shembull banane, portokalle, domate, fara chia, fruta pylli, fara lini, oriz, djath, kos, ujë dhe pije pa kafeinë. Çfarë duhet të evitoni? Evitoni ushqime me gluten si për shembull buka, makarona, bira, produktet e sojës, perime si për shembull brokoli, spinaqi, lakra që përmbajnë goitrogene që ndikojnë mirë në tiroide, fruta si për shembull pjeshkët, dardhë dhe lule shtrydhe, kafeja dhe alkool. Tiroidja gjithashtu e shfrytëzon jodin që ne marrim nga ushqimet për të çliruar hormonet të 4 dhe të 3 të cilat shkojnë në gjak. Dhe, sipas të dhënave, këto hormone diktojnë metabolizmin tuaj, tretjen në peshë dhe plakjen e të tjerë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.